edhe një në jetën time jeton dhe një. Dashuria nuk është vetëm që të duhet një mashkull me një femër. Po, patjetër. Jo, sigurisht. Njeriu dashuron dhe pemën, dashuron dhe detin, dashuron dhe malin. Shqipëria ka këngëtar shumë të mirë. Ka instrumentist shumë të mirë, nuk ka drejtuesa shumë të mirë. Ku vajtën prindrit tanë, gjyshrit tanë, gjyshet tonë, atje do vëmë dhe ne. Asnjë muzikant dhe asnjë këngëtar nuk është i pasur. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'len, nga filmit të libri, magjia që bashkon. Kinotekën sot, aty kultura këndon. Përshëndetje miq të Kinotekës dhe mirë se erdhët edhe sot në këtë të mërkur. Së bashku me kolegun Egon Loli jemi këtu për një transmetim ku besoj do kënaqemi të gjithë shumë. Ore, më duket mua apo kemi ne shumë vibe, jemi mirë, ë? Jemi mirë si çdo ditë tjetër, si çdo të mërkur tjetër. Ej miq, përshëndetje. Tani t'ju them atë fjalën magjike apo jo? Më mori malli. Si ku ka më mirë se sa të marr malli, ë? Të merr malli. Uroj që të keni qenë sa më mirë edhe shpresoj që do kënaqeni edhe në këtë episod. Ne kemi një personazh të veçantë, realisht kështu do ta thoja. Unë i drejtohem Xhaxhi Berti, po në fakt është Robert Zguro, fituesi një prej kompeticioneve të zhvilluara viteve të fundit në Shqipëri, gjeniu i madh, një artist në kuptimin e plot të fjalës, që besoj sot do ketë shumë për të thënë, edhe unë jam e bindur që njerëz si Xhaxhi Berti meritojnë më shumë hapësirë në media. Është një artist si ata që nuk i bën nëna më, ose vetëm që mund t'i bëj nëna, se nuk i bën më asgjë tjetër. Ne falenderojmë shumë që ke ardhur. Shumë kënaqësi. Me zor po presim. Ti mund të marrësh kohën tënde dhe të qetësohesh. Xhaxhi Berti, çfarë shenjë janë horoskop ti? Shigjetari. Po fikso valla, po si ka mundsi gjithë rockerët shigjetar, ha? Pra thuaj që është vërtet një njerëz i jashtëzakonshëm edhe besoj që sot do kalojmë shumë mirë, do këndojmë të gjithë bashkë, do tregojmë histori jete, frymëzimi, sepse të ndërmarrësh një hap për të vazhduar ëndrrën në një mosh goxha pjekur, është padyshim guxim i madh. Si thua, ta nisim me një këngë që të hyjmë tamam aty tek vibe ku duhet? Po. Siamo i fundit as i pari, Qërini në Korçkalova, serenata është e saj, më në fund e trashëgova. Siamo i fundit as i pari, Qërini në Korçkalova, serenata është e saj, më në fund unë e këndova. Dashurit në zemër besi, vajlën prapë një gur, njerëzit lindin edhe vdesin, serenata nuk vdes kur. Dashurit në zemër vdesin, vajlën prapë një gur, njerëzit lindin edhe vdesin, serenata nuk vdes kur. Do të vi unë sonte, se shumë jam mërzit, lotët e dashnis, në godën e rakis, do t'a thyej godën, t'a bëjt sope qik, s'ka frik. Do të vi unë sonte, se shumë jam mërzit, lotët e dashnis, në godën e rakis, do t'a thyej godën, t'a bëjt sope qik, s'ka frik.
I këndon shpirti. Dritare më thuaj një fjalë. Do pushoj kitara dhe zemra do flas. Dhe zemra të mos njej më trishtin. Dhe serenata të vazhdoj nga mbrëmja në agi. O moj dashurin, o hyll mbi qytet, o moj dashurin, moj korçarja ime. Në dritare denes më flet, brengën në zemrën time. Nëse hap dritare, më thuaj një fjalë. Do pushoj kitara dhe zemra do flas. Dhe zemra të mos njej më trishtin. Dhe serenata të vazhdoj nga mbrëmja në agi. Të falenderojmë shumë për këtë energjinë e mirë që na sollej në hapjet të kinotekës. Tani, fole për Brenga në serenate, Foli për Brenga, Xhaxhiberti në këtë këngë. Po tani, cila është Brenga jote më e madhe? E di që po e nisim pak rënd këtë podcast, po. Mund ta lësh kitarën tek tavolina. Lëre tavolina aty. Ndërkohë që ne vazhdojmë bisedën se pastaj mund të këndojmë prapë dhe të shijojmë tingujt. Dy do i bëjmë dhe dy. Brenga ime madhe. Do t'ju lutesha shumë gjithë producentëve të na lënë të këndojmë, të qeshim, të lotojmë, sepse kështu është jeta. Ta lëmë atë inteligjencën artificiale, se po na fusin inteligjencë artificiale në muzikën live. Dhe ty kjo të shqetëson? Pa tjetër, sepse Shqipëria ka shumë këngëtarë të mirë, ka shumë muzikantë të mirë, si Juliana Pasho, si Aurela Gace, Elton Deda, Redon Makashi, Sander Gjoka, vërtet. Instrumentist si Altin Laka, si Eri Laka, si... Kemi vërtet artistë shumë të mirë në Shqipëri. Po. Dhe meritojnë të njihen edhe nga brezat e rinj, se shqetësimi ky është, pra çfarë po i përcjellim brezave që po vinë. Sepse e kanë shturur dhe rinia sot do dhe Vaçezelën, do dhe Ema Qazimin, do dhe Liliana Kunakçi, do dhe Luan Zhegun, do dhe... Me gjithmonë? Po. Rinia do kështu gjërash? I do, pa tjetër që i do, po këta e kanë shturur. Me tekste bastarde, me edhe muzikën popullore vlonjate e kanë bazarduar, dhe muzikën serenata të korçare e kanë bazarduar. Po e di që ke të drejti? E di që ke të drejtë? Jo, unë kam shumë të drejtë. Kjo është Brenga ime. Tani, me gjithmonë. Unë të kërkoj ndjes nëse të prek me këtë pyetje, po dua të ta bëj dhe realisht ke plotësisht të drejtën e botës mos përgjigjesh. Po. Pas që ti u preke, pra lotove. Po. Çfarë ishe duke menduar? Të kaluarën time që unë fillova muzikën 8 vjeç, në klasë të dytë. Dhe nuk më lanë asnjëherë të këndoja. Kush nuk të la të këndoja? Të gjitha gjeneratat. Që nga ajo e kost... Kjo ka ndodhur në atë kohë, po themi. Në atë kohë. Kishte të bënte me diçka politike të asaj kohe, po themi? Jo, s'kish lidhje politike, kish lidhje rebelizmi im qik, unë isha pak rebel, isha këndoja në rrugë, këndoja në... E fillova 8 vjeç, edhe kisha turp. Çfarë këndoja aso kohe? Këngën e parë këndova Voton Shqipëria për jetën e re. Kisha një palë palaceta, vogla po karamat, në klasë 2. 8 vjeç, klasë 2. Isha me Mont Papën, me Petraj Capon, me Artur Dhamon, me brezin e Rinis të Vlorës. E përshëndesim Artur Dhamon që njoh unë, kompozitorin. I përshëndesim të gjithë. I përshëndesim të gjithë.
Dhe si ishte rinia pastaj? Më trego pak për rinin tënde. Nga turpi baja palacetat kështu. Ishim sa që palaceta dhe një shall pioneri të kujse. Pa shall pioneri ku do këndoje ti. S'kishe, ashtu vë. Librin Pushkën dhe Kazmën, nga dora se lëshojmë Republikën Popullore Socialiste e mbrojmë. Edhe harova, jo harova tekstin, harova interpretimin. Në vend ja bëja në fusha në male, jeta jonë kullon, e vota për armik, për mbezjarja bëra, në fusha në male, male t'i vura poshtë, fusha në shëvalar. Dhe si vazhdoj, ai pasioni yt për muzikën që ishte, jetonte me ty, besoj që nga lindja, po nga momenti që ti u rrite paksa, që përmende moshën 8 vjeçare, filloi të zhvillohej edhe ti ta dashuroje si gjë. Po, vazhdova, këndova 4 vjet me pionerët, deri në moshën nga 8 vjeç deri në 12, në 12 vjeç unë u bëra juputa sportit. Vlezët e mi ishin mundsa, kampion kombëtar të Shqipërisë. Dhe më morën dhe mua të më bëni mundës. Si e pritet ti? Mi bën veshët kështu, shko si mi bën veshët, si petull. Po pse si bëhet ajo kur je mundës? Nga goditje. Të dëmtojnë nga goditjet. Bokserit i bet këtu. I bet po. Mundsave ju bet. Nga kapja. Po, të ka penguar ajo që ka ndodhur me veshët? Asnjëherë. Në dëgjim jo. Okej. Asnjëherë. Thjesht, kur isha i vogël, më zitesh, po unë pse i kam veshët kështu si majmuni. Dhe sa vite vazhdoi mundja? I vija akull, mundja vazhdoi nga 12 deri në 23 vjeç. Deri në 23 vjeç. Do me thënë ti u bërë mundës profesionist, apo jo? Po, 4 herë kampion me pionerët, 4 herë kampion me të rinjt, dhe 5 herë me të rriturit, dhe me kombëtarën shqiptare. 5 herë me të rriturit, edhe me kombëtar. Po ne të kemi ftuar si mundës, ty s'pas kemi ftuar si muzikant. Për të gjitha kemi ftuar. Jo, bërna kësaj që edhe muzikanti. Bërna kësaj që, sepse unë s'isha për mundje fare, s'kisha lidhje. Po mirë, ke gjetur. Jo, fajnë atyre vezërve të mi kemi çuar në Po mundje. 5 herë kampion, çfarë do të thënë si që? S'isha 5, isha 13 herë kampion. Po 13 çfarë do më shumë ti që të quhet që ishe? Medalje e ari. Mirë, okej. Ajo ka të bëjë dhe me sedrën, ka të bëjë dhe me... E me punën, ë? Edhe me punën, me stërvitjen, me të gjitha. Një personazh multitalent. Po, e vërtet. Multitalent. Madje edhe tekste shkruan vet, nga sa di unë. Po. E do kemi mundësi patjetër të flasim edhe për atë. Do bëj këngën time pastaj atë që kam bërë vetë. Po, do doja të ndalesha tek mundja. Në atë kohë, si ishte, si organizoheshin, nuk e di sa e zhvilluar sot në Shqipëri, po Federata e Mundjes dhe Shoqata e Mundjes Shqiptare sot vazhdojnë jemi prap bashkë të gjithë. Dhe e organizojnë shumë, që nga Fidel Ylli, nga Krenar Lutua, dhe vazhdojnë akoma dhe jemi të gjithë bashkë. Në çdo fest vëm bashkë, në çdo kampionat vëm prap bashkë. Pra vazhdon ta ndjekësh aktivitetin për te. Po, patjetër. Tani të gjitha këto para 90-s, flasim gjithmonë. Jo, edhe sot janë. Jo, po them deri 23 vjeç që u morë me mundje, po them flasim para 90-s apo jo? Para 90-s. Në 87-ën, unë këndoj me Anita Bitrin, këngëtarin e Vlonjate të famshme, këngën Artimi dhe Dbora. Në festival të Vlorës, në Pallat Kulturës. Pallat Kulturës. Edhe dalim vend të parë të dy. Kënga e Lauretës. Ishte një nxënëse në shkollën e muzikës, e erdhi mendimi edhe bëri shkruajti këngën Artimi e Dbora. Ra Dbora atë vit në 87 në Vlorë edhe pa ca zogja atje. General të vjet Dbora në Vlorë. Pa ca zogja. Dhe bëri Artimi e Dbora. Ja ziljara, ora mbaroj, çudi më parë, si nuk e pash, i vogli zog se çfluturoj. Dhe si ishte dhe moment? Pas 3 muajsh vëm te festivali në Elbasan, te festivali Zërave të Rinj në Elbasan. Jo në Tiranë. Jo. Kombëtari. Në Tiranë ishte festivali kur vjen pranvera. Po. Ndërsa në Elbasan ishte festivali Zërave të Rinj. Po. Kush dilte vend të parë në çdo qytet, vente atje. Vinte atje dhe konkuronte edhe për gjithë Shqipërinë. Edhe në prova generale ishte regjizori Spiro Duni.
nga Dërmiu, po në Elbasan, Spirva. Jeton akoma sot. Edhe doli kënga shkëlqyer, bukur fare. Në prova flasim gjithmonë. Prova generale. Në prova generale, po. Kush të linte atëherë të futesh në festival pa bërë provat generale, pa kontrolluar tekstin, pa kontrolluar ngjyrat e zërit, pa Se mos dilte kontrolluar. edhe një shoku e enver. Po patjetër. Ishte 87-a. Jo, ishte Ramizi me 8 anë fëmijë. Gjaxhi kishte vdekur. Dhe Edhe vin ky Vasil Duni në fund, mbaruan provat generale. Që atëre mafia e muzikës dhe mafia e pronave në Shqipëri janë më të fortat në botë. Ashtu, ë? Këtu kanë humbur shumë këngëtar të qenë vllai jot. Çfarë do të thënë kjo? Si? Ka humbur Sherif Merdani, ka humbur Francesc Radi, kanë humbur. Po Sherif Merdani humbi se u fut në burg apo? Po pra, Francesco u fut në burg, ikën. Po pse për çfarë humbën këta? Për çfarë humbën? Ja, më thotë mua Berti ti mirë këndon, po ja, ke nuanca slave, këndon si Zdravko Çolić, ke zërin e Zdravko Çolićit. Po ku ta gjenda ai të kishte zërin e Zdravko Çolić? Po, A thuaj ti, ha? po, po mirë, po, kush të linde, po mirë. Hajde, akuz, hajde. Dhe ç'a ndodhi më pas? U shkëpute ti aty? Jo, më pasun marr vazon me lule, atë poçën me lule. Ja marr ja kaput mu në kokë. Fehimi Ibrahimit. E ke bërë vërtet? Kompostorit, si e ka bërë vërtet. Në Jurije Vaça Zela, Fehimi Ibrahimi, Çeskzadeja. Të tre. Dhe ke 2-1, vetëm Vaçja votoi për mua. Edhe më thot, Berti mos, kë kel motra mos. Pa vazon që mora. Kë kel motra mos. Mos e bëj këtë. Ja këputa mu në kokë qash. Po. E po mirë, kur e do diçka shumë, Unë në të burg, thyet zemra. unë në burg 3 ditë, se më nxirte mamaja ime, ishte heroine e popullit për zgjallje. 3 ditë në burg. Anita këndoi këngën me kompleksin, me ca vajzat e Elbasanit e dubluan ato pasaj. Pra e këndoi këngën. E këndoi doli. Pra vend parë Anita, po. Po pse do kishte dalë vend parë çfarë? Po Po kishte nuanca slave, më. Nuk do ta pranonin. Po mirë ta tha, dola në Vlorë tu. ta tha me të keq ai ty që ke nuanca slave apo e more ti me të keq se s'po e marr vesh. Jo. Ai mbase e tha se ashtu e dënde detyra. Se tha me të Po keq. çfarë do të thënë ke nuanca, në shkuptim ke nuanca As me të slave? mirë, po ku lejoj mordial të këndoj aty. Ishte nuk lejohej, po silli. Edhe do e libri Pushkin dhe Kazmën. Nga dora se lëshojmë Republikën Popullore Socialiste mbrojmë. Kaq. Kuptoj. S'do e tia Halli ne madh. mogu zvezda oçu. S'do e Zdravko atëre. Ti u shkëpute ndonjëherë nga muzika për te i gjithë tyre ndalesave, barrierave që të vendosnin. Po, vazhdova, këndova dhe në stratë të Vlorës. Në 10-ën emigrova në Greqi. Filloi pastaj pjesa e emigrimit, ë? Po. Sigur gjitha këto mos kishin ndodhur. Ku do ta shihje veten sot? Ku do ishe sot? Nëse Pse në dorën tonë është ajo? Jo, nuk është në dorën tonë, po. E zëm se do ecin gjitha gjërat mirë, po thua, ku e mendoje ti se Se do? të gjithë ne ulemi në ndonjë moment edhe mendojmë ato skenaret në kokën tonë dhe themi sikur kjo të më kishte shkuar pak më mirë, do isha një hap më sipër ose do i kisha ngjitur pak më shpejt shkallët. Po ndodhi që më doli kjo bllokada këtu përpara edhe Po s'ka hiç më gjë pastaj. S'ka pa dashje në këtë jetë. Çdo gjë është me dashje. Dëgjoj, në këtë rast nuk unë e vlerësoj, shiko, ta them sinqerisht, e vlerësoj shumë sinqeritetin tënd, edhe të qenit me këmbë në tokë. Edhe më lejo të them që kemi pasur dhe kemi vazhdimisht këtu artistë shumë të mirë, të cilët edhe kanë arritur, po themi kanë kapur majat në kuptimin e karrierës. Pra, jo vetëm shumë të mirë si talente, po dhe kanë kapur majat. Po patjetër, okay. Dhe më besoj që në komunikim, në sjellje, në qasje, nuk është se janë shumë ndryshe nga ty. Domethënë, po të mos i dija unë historinë e jetës tënde, të gjitha gjërat, do mendoja që edhe ti, ku di unë, je ndonjë artist, po themi, me karrierë të madhe apo
Kështu që nuk është se shoh në një dallim, po them, në qasje. Nuk e di, mbase jam un gabim orë. Jo, se gabim fare. Je shumë në rregull, po jetën do ta bëjmë si të na vi, vllai. Po jo, ndonjëherë kështu na vin. Ty mund të vi gjithçka dhe ti merr frenat në dorë dhe i jep një drejtim tjetër, merr timonin e asaj jete dhe thu, jo, kjo s'mund të jetë e imja. Ka të bëjë me vullnetin, me dëshirat e njerëzve, okay. Okej, po çfarë ndodhi? Për shembull, më trego pak më shumë për emigrimin. Si kanë qenë ato vitet e emigracionit? Se një pjesë të madhe të njerëzve, sidomos ata që kanë pasur ëndra të mëdha në art, jetë të miras në emigracion. Pata momente shumë të bukura, biles me Janis Pariusin, me këngëtarin më të famshëm grek. Kam kënduar 2-3 herë. Në Athinë? Jo, kam kënduar në Kret. Në Kret? Ti ke qenë në Kret? Emigrim? Po, në Kret. Në Kjersoniso. Ai kishte pronarin tim e kishte shok të ngushtë, Stefanon. Dhe vinte aty dhe shikonte kitarën time të varur, mura aty. Pianuin e afti kitarajt. E kujt është kjo kitara në grekisht. Tu Roberto i thoshte Stefano. E Robertit. Këseri në Dragodej aftos, ditë këndoj ky. Edhe unë merja kitarën edhe i bëja këngët e Pariusit të viteve 70. Ba, nga mbiu ky thoshte. Ai kisha për pushime, nuk kisha ardhur për të kënduar me mua, as për të bërë koncert recital. Tolja që ishe ti aty, rastësisht. Rastësisht në tavernë, punoja dhe unë laja pjetat. Po. Isha guzhinjer. Nga ande i kthehem në Selanik. Në Selanik u shkëputa nga gjitha gjërat. Bëra 11 vjet burg. Dhe në vitin e 11 bleva dhe një kitar brenda në burg. Ja mora një amerikanit. Po Si ndodhi ta blije kitarën në burg? Pra ti bëje një punë aty brenda se unë di se ka disa praktika. E kishte një amerikan. Ishim në Ali Karnaso në Kret, në burgun e Kretës. Ke viti fundit i burgut. Për çfarë vitesh bëhet fjalë? I fundit, viti i fundit? 2010. Në 2010 që e viti fundit. E kuptoj. Pas ka qenë po themi tani afër shumë jo po. 2010. Ishte viti i ri, natë viti 3. Edhe i thot ky Alket Rizaj. Ky artist me helikopter nga. Po, e dim është personazh, po. I thot amerikanit. Bje ma mua kitarën se do këndojmë sot. Në shqiptarët. E sa të bën, urdhro. Edhe i dërgon një qa telekarta se në burg s'ke para, ke moneda. Po. Do kallçuket për shembull 20 euro, fillon nga 20 euro, 10 euro, 5 euro, 2 euro. Dhe karta telefoni për shkëmbim. Ja mori ai kitarën. Edhe i dha këto. I dha 200 euro. Po. Mall edhe i mori kitarën. Po jo këtë, ë? Jo. Thashë se okay, do ishte historike. E ruan akoma atë kitarë? E kam në shtëpi. është funksionale, besoj. Po. Okej, po duhet jetë goxha e çmuar për ty për vlerë sentimentale, po. Po si të këndoje brenda në burg. E ke bër? Këndoje? I mbaje me muzikë? Si këndove me? 11 vite çka ka bërë ky? Ka kënduar? Apo jo? Jo, ishte momenti që tolerua pak gjëja, se na sollën dhe televizora dhe digital, edhe për shembull ky Alket Rizaj e Gazi Vogël nga Tre Vllazëri e të gjitha i mbajnë mend sepse ishin në dhomë me mua dhe Kishte shumë shqiptar të tjerë, se jam kurioz vërtet. Atje kishte shqiptar të tjerë veçjush? Që dhe ti Alketi ai tjetri. Po më shumë kish shqiptar se sa tuaj. Çfarë thua? Po pse? Apo ishte vetë politika aty që një gjë të vogël të bëje ti ai të kapte të raste brenda, e hante shqiptari me dënime maksimale. Ne bëm gjëra, i paguam, okay.
Më vjen mirë që është i sinqert, është i sinqert. Kjo është gjë që duhet vlerësuar më shumë. Fantastike valla. Sepse ne nuk mund të gjykojmë dikë për të kaluarën e tij, po Doni të beshin pasur për 5 ditë, po s'beshin pasur për 5 ditë. E kuptoj. Ore, shiko, po kam dëgjuar që ka ndodhur edhe gjëra që për një gjë të vogël, ai shqiptarin e kapte rast të brenda, e kupton? Po jo vrasje dhe jo prodhunime dhe jo. Jo, dakord, mirë. Grabitje dhe jo. Mirë. Okej, jo, ajo që unë vlerësoj më së shumti është se po shohim një njeri i cili pranon. Është i vërtet, është. Dhe sot të pranosh është gjëja më e vështirë për tu arritur nga çdo njeri. Ne kemi të gjithë një të kaluar, nuk e ndryshojmë dot. Mund të bëjmë gabime nga më të ndryshmet, nga më të vogla tek më të mëdha. Patjetër se jeta është e tillë. Ndonjëherë rrethana të detyrojnë, por të kesh kurajon, të pranosh edhe të flasësh lirshëm duke reflektuar, kjo është e jashtëzakonshme. Është e jashtëzakonshme. Robert, ti më ngjan mua me një personazh të librit të Kazanzaqisit, Zorbën. Nuk e di nëse e ke parasysh për çfarë flas, Aleksis Zorba, një personazh i jashtëzakonshëm. Më duket si personazh i dal nga librat, edhe mendoj që ndoshta po ta dëgjoj dikush historinë, aq sa ne po rrëfejmë, se kam përshtypjen do na duheshin orë të tëra për ta marrë të gjithën e për ta shkëlqitur një më një, për të hequr gjithçka kështu fije për pe. Po mund të frymëzoj edhe ndonjë regjisor. Jam i sigurt që një shkrimtar dhe një regjisor do ta frymëzoje. Unë harrova të pyesja, ti ku ke mësuar kitarën? Ishe i vogël, besoj. I vogël. Veglën muzikore. I vogël. Si ndodhi që e mësove? Veshi, babi im këndonte më mirë nga gjithë në botë, jo në Shqipëri. Vangel Zgurua, babai im këndonte më bukur se kushdo tjetër në botë. Edhe unë e mora nga ai. Luante edhe instrumentin babaja, po? Jo, këndonte shumë bukur. Ndërsa unë, për të shoqëruar zërin e babit tim, ju futa dhe kësaj, sepse donte serenata Korçarekte. Do flasim për serenatat, por me njëherë pas një hapësire muzikore. Shkojmë me muzikë. Edhe rikthehemi. Nëse kam betur zemra ime, brenda teje si dikur nga dashuria, e njërë të takoj në këtë jetën ty mëj vajz, nga rastësia. Dhe nëse fryma do më mbahet, më beso se unë gjithë jetën të kam dashur. Një marësi e mbërësi e trishtim, më i bukur i që kam pasur. Pride pak mosik, të them një fjalë, zemra më ka ngrirë, që kur së kam parë, më ke braktisur më le vetëm, do shtatis më do i tepër, por ta parë. Duke të pritur ma vetëm, sonde ma trishtove jetën, si më parë. Asnjëherë si a fala vetes, asnjëherë jo nuk guxova, asnjëherë atë këndia të ta Asa bukur, nuk e di, po kjo kitara se që i jep një ndjesi tjetër këngëve. Po ti pse se vazhdove këngën? E po si dia tekst. Bëj të tjetrën. Do provojmë tjetër. Vajs, je motivi asaj natë, kur të dy i pim gjithë fjalët, dhe të deur dashuroni.
vajz, je motivi asaj nate, kur u deva në mëkate, dhe më dhe gjithka që pate. Tani trishtuar, një kirishuar, një ketërzuar, për të mos jetuar. Edhe njëherë, në kratë e mia valzon dhe njëherë, zemrë manda ti në dy pjesë, dhe gjysma ime pa ty sonte le të vdes. Edhe njëherë, në jetën ti me jeton dhe njëherë, gjunjët s'më mbajnë nëse gabojnë, ti e gabimi mi bukur që më shkatron. Tani unë përpoqa të gjeja një këngë, nuk e dija këtë. Nuk e dija realisht, se nuk dua të bëj shuaj di të gjitha. Nuk e dija, po kërkoja prej asaj nate dhe më del kjo kënga. Veç ti baby, veç mu përshtate, prej asaj nate ftyrën tanë majmë. Ja. Si jemi këtu fare, ja. Tani do pyesni juve. Po ç'ne ky vlonjat me këtë shpirt serenatash? Ja du ta sqarojmë. Se është pak e çuditshme, nuk para qëllon, domethënë. Dhe ndonjë mund qëllojë, po kaq i theksuar me këtë shpirt kaq të bukur, si shpjegohet? Jo, edhe mund. Mirë, okay. Aty je në rregull ti. Shumë në kontrast. Ja, shumë në kontrast të dyja. Tani si është kjo puna edhe jetës në Vlorë, edhe Korçës, ta sqarojmë përfundimisht të lidhjen e fortë me serenatat, me muzikën korçare. Unë ka Korça nuk jam dar asnjëherë. Edhe pse jam 62 vjeç, unë vete çdo bear dhe çdo dimër në Korçë. Roberti ish korçar pra, korçar. Në moshën 10 vjeçare ke shkuar në Vlorë. Në Vlorë, klas parë po. Çfarë është solli nga Korça në Vlorë? Se do më bënte sens, okay, nga babi im ishte oficer general, edhe u transferua, ishte komandanti i kufirit të Kapshticës, të Bilishtit. Dhe u transferua nga andej në Vlorë. Me thonë, mua më duket sikur e gjithë jeta jote, të paktën nga ajo çfarë kemi treguar deri më tani, ti ke qenë gjithmonë udhëtar. Shtegëtar. Në këtë moment të jetës, ku ke shtegtuar? Çdo çerekore unë jam kudo. Jam në Sarand për çerekore, jam në Korçë për çerekore. Tani për momentin jemi këtu bashkë. Jam në Tiranë për çerekore. I madh. Vërtet, nëse do ta përshkruaje këtë fazë të jetës, kur le të themi ke provuar sfidat, ke provuar kënaqësitë, ashtu sikur se është je shprind. Ore dalë se nuk jam, kur u bëre prind o buridhe. Ja, se do ta themi dhe atë, po do doja ta kisha një përgjigje për shprind ja bër në 90-ën. Po. Në 10 qershor të 90-s linda Elenën, çupën time të mrekullueshme princeshën. Dhe tani edhe gjysh apo jo? Në gusht, 22 gusht linda djalin të 1995-s, Denisin. Po, me çupën jam gjysh. Edhe ti kesh me jetë Niprit. Faleminderit. Një kam. Vetëm një. Ta kesh me jetë. Roberto ne vogël. Që i kanë vënë emrin tënd. Roberto Junior. Ka vënë Junior. Ja, e ke një trashëgimtar edhe me tani ka qelluar ndonjë artist, vajza, djali, nipi, ku diun. Shumë me këtë mirë, okay. Po djali është çik shterepi.
Ku di unë pse i pëlqen repi. Shumë mirë, po kjo është Unë jam te Serenata, ata ishte po mirë, repi. shumë mirë. Tani brezat kështu kanë ardhur, ë? Ai ka Shumë mirë, ka lezet. mundësinë të zgjedh atë që i pëlqen më së shumti, po për sa Është kohë. e Lojzi, te çak repista grek se jeton në Selanik në Greqi. Dhe Mbaj mend vetëm një repist grek, Tusin mos gaboj. po, Tusin, nga më të mirët e ju Greqisë. shkon kosovarëve, grekëve dhe shqiptarëve ju shkon repi shumë. Ashtu, ë? Po. Për shkak të diksionit. Po. Mund ta lëm kitarën tek tavolina Leren, që mos mos u lodh. mos Leren tavolin. mundohesh. Okej. Patjetër. Tani e mban mend herën e parë, po herën e parë fare. Po. Pa shkuar në për festivalet e pionerëve që ishin ato të asaj kohe kur ti ke kënduar përpara dikujt. Ku çdo qoftë ai. Kjo është botrore. Ajo, po se jef atë. Se jef mirë, jo. Sepse kam kënduar. Katët. Ku e jeti që unë kam kënduar pa vajtur në festival? Përpara kujt? Kush ka qenë? Latif Jondeta, një futbollist i Flamurtarit. Martonte motrën. Jo, martonte vllan e madh në amikun. Dhe Pirua vllai im ishte profesor i Latos, Jondetës. E mban me Lato Jondetën, futbollistin. Po, si se mbaj mend. Dhe unë vija, shtu ndjel, vija të shpjeti. Edhe më marri mua ndasëm, ka një voçkël. Hajde këndosh një këngë. Ishe i vogël atëherë. Më pak se 8 vjeç. Ah, okay, marr vesh. Edhe unë këndoja sola sola pre me, a violino cigano. Italisht, ë? Spanjisht. Spanjisht. Buri me parona të shkurtra. Po. Filmi. Pastaj, më mbrapa. E çam, jam inteligjenca artificiale që të këndojnë 6 muaj, se këta këndojnë një 6 muaj sot. Po, besoj me shokët për shembull. Me shokët po. Pa me shokët, po. Me Ata shokët, të mundjes Tytëra- e kishin qejf muzikën? po që ishin ja 7 veta që këndonin shkëlqyer. Te mundja? Vërtet? Po. Miguel Rama, Aleksandr Andoni, Nikua vllaim, Pirua, me Pirun kam dhe këngë. E kam parë, po. Po, me vllain tjetër. Miguel Ramën e tham, Ben Strokën e tham. Këndonin. Se mundja me sporti me artin janë të lidhura, patjetër. Janë të lidhura se kanë të bëjnë me talentin të dyja. Do me thënë ti zbuloje kështu nga do që veje zbuloje talente ose njerëz që u jepe i për të kënduar. Të bashkoheshin ose ku di. Po, më shumë nga të gjithë janë bërë me 2 vëllezërit Llaka. Me Altin Llakën, që është kitaristi më i mirë në Ballkan sot, jo në Shqipëri. Edhe me Erin, me vllani Altinit. I përshëndesim. Ti përshëndesim dhe përshëndesim. i përqafoj, jo i përshëndes. Me ata vinim plazheve, këndonin plazh. E po se ju keni pasur detin aty I binte ku Altini. ka më bukur. E merrte violinën se ishte violinist fillimisht. E merrte violinën e bënte si kitar. Po, i binde Po si e keni pasur rinin ju, pra në ato kohë? Këndonim atë si e pësova, më la vajza që e dashurova, të lutem në takim ti të më dalësh. Gabimin që Ua, ka Xhaxhi bërë të Berti. ma falësh. Xhaxhi Tani prit tani Berti. se bëhemi serioz tani, se do bëjmë përplasje brezat. Hajde. Çunat sot, pra këta të rinjt, ne gocat se që kemi një tendencë ti gjykojmë shumë në mënyrën se si na afrohen e na ngacmojnë edhe se si s'ka më nga ato gocën fali minut. Kohën tuaj si ishte? Si e ngacmonit një gocë që kishit qef? Tash ti kishe edhe avantazh se ishe artiste, kupton? Apo jo? Po, ata do ta shpjegoj. E kishe avantazhin. Do ta shpjegoj. Pastaj ti je një copë ylli që ti je gjithë vetë çdo gjë. E vërteta është që është, e vërteta. Po, Tani se do e s'kuqe vërtetë. maman. Është jo. Jo, mos u skuq hiç pse. Në Vlorë është çik qytet i vështirë. Dhe unë pa vajtur ushtar, deri në moshën 19 vjeç, nuk guxoja të propozoja ndonjë vajzë në Vlorë apo të ngacmoja ndonjë vajzë në Vlorë sepse ishin gjithë
motrat e shokëve tanë, çupat e shokëve tanë, edhe isha shumë i rezervuar. Edhe të përpozoj vlonjat e ta ktheni çik përgjigjen ashpër. Për shembull, Çfarë surprizë, kështu që më mirë ja. ndonjë situatë kështu ose jotja ose ndonjë miku, për shembull e ka ngacmuar ai dhe si ja ka kthyer ajo përgjigjen. Ik mo ma pika. Brutale fare, të mërshme, aha. Ja. Ndërsa kur erdha në Tiranë, pastaj okay. Kisha marrëdhënie kolektive me sportiste, me vajza gjimnaste, me akrobate, me Po thua për mundjen, kur erdhe me kur erdha te Partizani. Te Partizani. Te Partizani. Edhe kishte tjetër Po, gjë ma ajër tjetër po themi. Në Tiranë për shembull, edhe në qofse dhe pon dhe jo, një vajzë tiranëse ta thoshte me edukat, me kulturë. Po. Të pranonte të ai edhe një pas te Pallati i Kulturës atje. Edhe një pastë. Edhe të thoshte edhe Ose jo një zup. pastaj. Aq. Ato pastat e asaj kohe, asa të mira. Me që bësh me vezë, ha? Po. Jo, mund të thoshte edhe pone, po ta thoshte edhe pon dhe jo. Po ta thoshte bukur. Edhe jo, po ta thoshte nuk mërziteshe. Nuk mërzitesh. Po se ta thoshte ëmbël, ta thoshte. Po ti si i thoje? Ti si i thoje? Mëj goce, unë ty të kam qef. Si ja thoje? Se atëherë po të ngacmoj në gozë martohesh e pastaj apo si s'ka qenë Unë kështu. isha qik më romantik nga kaj sa thua ti. Nuk flisja kaj shablon. Ja thosha me këngë. Me këngë, këndoje ndonjë këngë. Ke shkruar ndonjëherë në këngë për ndonjë gocë? Oj të shkruar, ë? E po sa të bukura kanë qenë ato kohë. Që si kam jetuar, Për ca gjëra po. Ma merr mendja që duhet vërtet emocioni njerëzor kishte vlerë dhe vlerësohej. Kishte edhe më pak gjëra kështu materiale, ishte më varfër materialisht edhe njerëzit ishin më të lidhur në ca gjëra, po themi. E që mos përmendin emra. Edhe me emra i kam, po mos përmendim emra. Më mirë. Jo, mos përmendim emra se. Sot mund të jenë gjyshe, mund të jenë Ashtu është, në jetë në vetë, absolutisht. Është interesante kur është i ri njeriu i bën gjitha, po nuk mendon shumë pastaj në koha kalon. Unë jam i ri akoma. Unë ndjem i ri akoma. Asa e bukur ishte kjo, ë? Nuk ka rëndësi sa vjeçje, rëndësi ka sa ndihesh. Kështu që sa ndihesh në këtë moment. Nuk lodhem të këndoj dhe kjo është shumë. Këndoj 60 këngë natë për natë live. Dhe nuk lodhem. 60 këngë natë për natë live. Po, dhe të 60-a jam më mirë akoma. Tani, Ej, qa personazhi, qa talenti. ti je talenti jashtëzakonshëm, edhe unë besoj ke merituar më shumë pavarësisht se ashtu të kanë ardhur rrethanat edhe ndonjëherë e sqaruam këtë, ti vendosësh në ca pozita që nuk ke gjë në dorë për të bërë, po atë ka shpërblyer ndonjëherë financiarisht talenti, pasioni, Muzika. sepse shiko, çfarë ndodh me artistët e tjerë. Edhe unë këtë mund ta them se njoh shumë raste të tillë. Mund të kenë qenë piktor shumë të mirë, mund të kenë qenë skulptor shumë të mirë, e kanë nisur, e kanë bërë shkollën me dëshirën më të madhe për të vazhduar këtë ëndër, dhe pastaj krejt papritur, kur i takon pas sa kohësh, kanë ndryshuar tërësisht pozicionin e jetës dhe e pyet pse. Po nuk po më shpërblente, nuk po më jepte bukë, më thën troç. Kjo është pra ideja e përgjithshme. Vlonja e nderuar Viola, asnjë muzikant dhe asnjë këngëtar nuk është i pasur. Do më thënë, në shkuptim se tash ne njohim që janë të pasur, janë milioner, ka ca që janë, apo do thua që s'janë të vërtet ata. Ata që janë të vërtet nuk janë të pasur. As Sandër Gjokas është i pasur. Okay. Edhe shumë si Sandri nuk janë të pasur. Kënga është pasion, nuk kam kënduar me mira koncerte pa para. Unë, si Berti, paktën. I ujtë më Houston vdik në mjerim të plot, këngëtarja më e madhe e botës. Vdik dhe me borxhe, biles. Sepse merrte ato të saj atë shketa. Robert, unë kam vite. Tysoni, kampioni i botës, është në varfëri të madhe sot.
që merrte $50 milion për 30 sekonda me një goditje të gongut, po. Jo të gjitha ato që shkruen, merren. Pse zgjedh ti të këndosh pa para? Kam bërë dhe këngën, shumë muzikë për pak para. Shumë muzikë për pak para? Po. Dëgjoj. Kam vite, po se mbaj mend sa. Po fute aty te leku. Aty hum pasioni. A ikën arti aty pastaj. I ikën arti. Vetëm një njeri që jeton. Unë mendoj, Robert, që ti jeton për këtë gjë. Domethënë ti si jeton do të ndryshe, më është e thjeshtë. Po, patjetër. Unë edhe jam shpërblyer. Gjëra të vogla mirë, për të mbijetuar. Dakor. Po, je shpërblyer, si je shpërblyer ti si jeton do të pak këtë gjë, këtu e kam fjalën. Si jam i pasur, unë jam Ky jam kaq. Un kam se po ti je artist në shpirt edhe kjo është pasuria jote më e madhe. Kam Robert, un kam vite, se po ta thoja, kam vite, po s'maj mend sa vite kam. Ndoshta që kur kam qenë i vogël që s'kam takuar njeri kështu si puna jote. Që ti jetë kaq të hedh në shesh me shikim. Dhe nuk po ta them për të bërë qefin këtë gjë. Jo, jam çik më shumë. Kur ti po këndoje, u preka. Unë u preka realisht. Jam çik më shumë se aq sa këndoj. Besoj. E besoj. Bashk me ty dhe me Jolën do kemi vazhdimsi shumë. Po ne jemi në lagje por që ta dinë gjithë ata që na dëgjojnë. Kemi vazhdimsi dhe vazhdimsi të bukura. Patjetër. Se unë atë vajzë o do bëj një dublim, një duet. Po shiko, Viola e ka shprehur gjithmonë dëshirën e saj për të hyrë në botën e artit, në forma dhe në mënyra të ndryshme. Ajo është në botën e artit. Që edhe ajo është artiste, kjo nuk diskutohet, po na i duhet një trampolin që të njihet. Ata që po flasin për ty, pse nuk e di. Mos flasin për mua, po hajde flasim pak për jetën kulturore në Vlorë. Mirë. Po çfarë do flasim për jetën kulturore? Unë do t'i lutem shumë Ardian Ilës dhe Rozana Radit, se i kam të dy miq të shkëlqyer, që më duan shumë dhe i duan shumë, që të bëjnë një këngë për mua dhe për Violën. Po mirë, e pranojmë, pse jo. Tani, për të mbetur tek po ti edhe djalin në këngë. Ai bie piano Zezi Berti. I kam pasur. Po ti edhe djalin në muzikë, bet kameti jo. Jo, ai bie pianos, vërtet. Aq më mirë akoma. Madje e kemi testuar edhe me artist. A di edhe na kanë thënë mirë, s'jam keq, deri tash. S'jam keq. Shtyhem. Për shkak vota kishte Egoni një piano. Do kishim bër një këngë tani, po ti se merr pianon me vete, çfarë të bëjmë? Se marr me vete, jo. Se marr, po do ca taksirata me piano, nuk është kaq e thjeshtë. Nuk është fort e thjeshtë, po megjithatë, gjërat e vështira kanë destinacione më të bukura. Do ta bëjmë dhe një, se unë më mirë këndoj se sa flas. Është Zorba, është Aleksis Zorba i Kazanzakit. Patjetër. Po edhe unë besoj që ata që na dëgjojnë nga radioja në këto momente shijojnë më shumë muzikën tënde se sa kur flas unë apo e. Patjetër, kjo është e sigurt. Mund të muhabetet tona. Po do flasim prapë, kështu që vazhdojmë këndojmë tani. Do bëj atë që e kam bërë vetë, kam shkruar vetë. Kujtojt ajo ditën si ndonjë përa të shkëlqeni sytë nga putja e pa, nga putja e pa, nga putja e pa. Kaluan vitet, çdo gjë është haruar, por dhe jetën time kam për t'i kujtuar, kam për t'i kujtuar. Kam për t'i kujtuar. Zemrën time asnjëri nuk e kam, të pana në jetë, të pana i shkam, ti e di shumë mirë, kështu jam mësuar, ndoshta ndonjë ditë kam për t'u penduar, kam për t'u penduar, kam për t'u penduar.
Mirë, shpresoj që jeni duke shijuar Kinotekën. Në çdo puntat ne ëmbëlsohemi nga Bono, kështu që un po e marr timen, po gjithmonë i ftuari në shtëpinë e shqiptarit është i pari. Xhaxhiberti me çfarë shije do? Kemi pistachio, kemi çokoladë, e zbraza të gjithën. Kemi qershi duhet jetë kjo, edhe qershi edhe ajo, okay. Tash një do ta marrësh ti, do të qerasim nëse na erdhën në shtëpi, e kupton? Nuk Cilën nga këto një do? do ta marrësh. Unë do të sugjeroja këtë. Okej. E gon? Ja. Jo se do biem pesh, do biem pra, pesh. e ke ndar mendjen ti, e ke ndar. Po i ruaj që ti ha më vonë. Por kur më shkon mendja për gjë të ëmbël, patjetër Gjithmonë shkoj te Bono. croissant Bono, mos harroni. Dhe të bëf të mirë mund ta hash tani. Jo. Do ta hap pastaj. Okej, dhe tani kemi për të folur. Dhe do vazhdojmë bisedën. Unë them të rikthehemi edhe një herë tek mundja, se janë vërtet kurioze. A është sport që të dëmton shumë? Jo, biles na edukoi shumë. Na kaliti shumë. Edhe nga i sport unë jam akoma fizikisht shumë mirë. Po çfarë ndodhte gjatë asaj garës, po themi të mundjes, përgatitja si ishte në atë kohë? Për të shikoj tani 2000 veta, 3000 veta të bërtisnin Berti. Në pallat sportit, ëh? Pallat sportit. Është shumë e bukur kjo. Goca kishte? Kjo pjesë. Goca që bërtisnin Berti. Kjo mamaja ime. Atë ke pasur për krajen më të madhe, ëh? Vinte në çdo ndeshje. Kur dilja në finale. Edhe baba i vinte. Ata më shumë për ty kanë dashur muzikën apo mundjen? Çka kanë dashur ata të bëhesh e ti? Babaj donte muzikën. Kjo labja e poshtër këtej kjo donte mundjen. Pra, mami ishte labe, kurse babaj nga Korça. Korçar. Si u bën bashkë me njëri tjetrin? Kem Partizan. Partizan? Sa bukur, histori dashurie shumë interesante. Po prandaj them u ka pasur vlerë tjetër koha, si u njohët në Instagram, si u njohëm në Snapchat, ndërgoj një nga këto, çfarë quhen këto më? Më ndihmoni, Strixa, okay. Po të njesh Partizan është çik. Janë njohur me gjithmonë Partizan, ëh? Po. Në vitet e luftës, po themi. 43-shin, 44-ën. Ishin në një batalion? Një brigadë? Jo, babi që në brigadë parë. Brigadë para sulmuese, ëh? Po, nëna ishte në brigadën e 5 sulmuese, me Yshni Kapon, me Kadrias Biun, me Shefqet Peçin, me këta. Po si u njoh se jam kurioz. Jam kurioz. U shlirua Shqipëria. Aha. Me erdhëm Tiranë, bën mbrëmje vallëzimi. Po, ballo që. Ballo, mbrëmje vallëzimi. Aty kërcyen bashk. Baba ishte 2 vjet i gjatë. Mama ime që një 50 i gjatë. Kërcenin bashk. Po si s'më dha një pëllëm në jetën time babaj. Ase njerë nuk e zgjati dorën të më qillonte. Ajo merrte qemshën e qumshit. Këto bryllat mi ka thyer 3 vjetër. Pa çka se babaj po themi më i madh në trup i gjatë. Ishte i gjatë vërtet, ë? I gjatë, i urtë, i edukuar general. Po. Si ndje i zëri. Një burr i urtë, me rrit 11 fëmijë, se ne me 11 vëzër e motra. 10, një e mori nga shtëpia e fëmijës mamaja, se tha, i kemi 10 e 10. Si është kjo historia? E mori në shtëpi të fëmijës. Ishte dëshirë e tyre? Jo. Në kohat erët, për festa, merrin çdo familje merrte nga një fëmijë të shtëpia e fëmijës për vitëri, për një majin, për festat. Edhe ne na pëlqeu. E mbajtëm si motër. Edhe unë atë duam shumë nga të gjitha atë të shtëpisë së fëmijës. Sa e bukur. Tani ti je i vogli? I vogli jam. Bashkë me motrën, ë? Po. Dhe jeni edhe më të lidhur, po them, shpirtërisht edhe më Ne jemi të gjithë bashkë akoma se kemi amanet nga prindrit tanë që ne edhe bizneset që i kemi bashkë. Edhe shtëpinë e kemi akoma bashkë, 2 dhoma në kuzhinë jemi të gjithë bashkë atje. sa bukur. Vin nga Behari apo nga Dimri kur vim me pushime nga Italia, nga Belgjika, motrat e Niprit, e Mbesat, e mblidhemi të gjithë aty bashkë.
Cila ka qenë përkrahja jote më e madhe në ato që ke dashur të bësh? Besoj se vetja ime. Vetja. Po. Nuk ka pasur një njeri që ty të ka thënë duhet ta bësh këtë gjë, duhet vazhdosh të luftosh për ëndrrën tënde dhe këtu i referohem pjesëmarrjes në një kompeticion ku jo çdo kush do kishte guxim të dilte, se njeriu sa më shumë piqet aq më shumë fillon edhe frenon veten. Po në radhë parë njeriu nëse nuk do veten, nuk ka se si do tjetrin. Duhet duash veten një herë, ti japësh ti përcjellësh e tjetrit dashuri. Kjo është kryesorja. Në të gjitha aspektet, jo vetëm te sporti, jo vetëm te arti, po dhe tek shokët, te miqt, te motrat, te vllai. E vërtet, po. Duhet japësh respekt vetes njëri. Të duash veten. Se si do duash ti tjetrin kur nuk do veten tënde. Sot kur e mendon, për çfarë të vjen keq më shumë? Megjithatë, te mua ka ndikuar shumë profesor Abedin Lamja, një nga mundësat më të mirë që ka patur Shqipëria dhe Evropa. Profesor Abedini kishte dalë 2 herë barazim me Mikael Bocilën, me kampionin e botës me Rumunin, 2-2 barazim. Fjalë që dash 2-2 barazim me kampionin e botës është gjë e madhe, po si, no? Ai më motivoi shumë, profesor, këtu në Tiranë. Era në moshën 18-19 vjeç në klub Partizanit. Je akoma fëmijë. Fëmijë, s'juesh fëmijë se atëre vije 15 vjeç të çonte në frutore të punoj babai dhe nëna. Njëkohësisht dhe vëllezërit e mi më motivuan. Nikon dhe Piron. Po kjo ndoshta për mundjen, po për muzikën. Për muzikën e kam bërë me dhunë vet. Okej, ja, arrim tek gjeniu i madh që ti e fitove. Si ndodhi e gjitha? Te gjeniu madh u bë mukajet Altin Laka, kitaristi i famshëm. Ardian Ila, kompozitori. Dhe Rozana. Këta të tre më thirrën që Berti, hajde që të vesh te vendi ku ishe. Dhe ti si e prite këtë ftesë? Me shumë dashamirësi, erdha, bëra atë që bëra dhe ja arrita qëllimit. Patë ndonjëherë dyshime të tipit, po se duhet ta bëj tani, kurse kam bërë më herët? Jo, këto mi bënde pyetje Rozana, po ti ku ke qenë, ku ke humbur? Sepse ishte në juri. Rozana, Stefi, Endri, kjo balerina se janë disa, po tani Inis Gjoni. Inis Gjoni. Këngëtare, edhe aktore, po. Edhe balerin. Se Inisi balerin ka qenë. Okay. Indriti është këngëtare. Okej. Dhe që ditën e parë më dhanë energji të mirë. Po. Më dhanë dashuri, po ti nga ke humbur, pse s'ke dalë në skenë, pse s'ke bërë, pse s'ke... Me i të me Rozana, kja ajo që më qoj aty ku më qoj. Okej. Që kërë zjejme, jurinë zjejme, i papar, bërtiste, i papar. Me cilat këngë konkurove aty? Je jeta ime, edhe ti se meriton. Të dyat kënë të Rozana Radit, edhe të Ardilës. Për çfarë je më shumë mirënjohës sot në jetë? Për familjen time të mrekullueshme. Nuk ka, në fakt, për motrat e mia, për vëllezërit e mi, për fëmijët e mi. Do vazhdosh këndosh gjithmonë? Derisa të mbyll syt. Edhe pa para. Cila është frika jote më e madhe? Ka një gjë që të tremb fort në këtë jetë? Tani mos më thuaj asgjë se. Të gjithë kemi një frikë. S'ke fare, ëh? Jo. Vetëm atë lart. Atë e kam.
Pra ti jeton pa pengje, pa frikë. Pse për çfarë të kem frikë? Se ditë këndoj bukur, do kem frikë. Pse ditë notoj bukur, do kem frikë. Pse bëra sport aq bukur, do kem frikë. Për çfarë të kem frikën? Pse nuk e dim ne ku do vem një ditë? E dim. Kështu që s'ja vlen të kesh frikë. Ku vajtën prindrit tanë, gjyshrit tanë, gjyshet tona. Atje do vem dhe ne. Ç'është kjo frikë? Nuk e njoh si fjali fare. Në bukur. Je penduar ndonjëherë për diçka në jetë? Pra, cili është pengu yt më i madh, pendesa jote më e madhe në jetë? Këtë që po bëj. E ke peng? Po. Okej, pra je duke realizuar në këto momente, po them një gjë që po të kishe mundësi ta ktheje pas, do e ndryshoje. Pse çfarë do shbesha? Kosmonaut do besha? Urdhro. Ja këtu jam. Jam këtu brenda. Okej, aty brenda jeton ti, edhe kjo duket qartë se e do atë që bën. Po çdo me thënë muzikën e bëre me dhunë të madhe. Si kam frikun kur ti më thua Berti, hajde të bësh një intervistë në Tiranë dhe unë për 30 sekonda vi këtu. Frikë quhet kjo apo quhet guxim? Guxim patjetër. Patjetër. Ne jemi të mirë. Nuk është se kërkon ndonjë guxim të madh për të ardhur tek ne, a? Edhe besnikëri, se besnikëria është guxim, okay? Gjë me thënë që muzika tu desh ta bëje me sforco të madhe, me dhunë të madhe, në ç'kuptim? Muzikën. Pra ti futesh e vet duke qenë se nuk kishe një shtyrë jashtme. Ska ajo lind ke qenë vëlla jot, nuk është me të shtyra ajo. Nuk është nuk fiton gjë rrugës. As të keqen as të mirën. Të dyja janë të lindura. Ne nisëm podcastin duke folur për ku ka arritur muzika sot. Secili mund të ketë patjetër mendimin e tij, po realisht ta rinisim edhe një herë si bisedë. Ku beson që muzika ka arritur sot në Shqipëri, po dua një përgjigje pa filtra, dua një diskutim që ti e thua ashtu siç e mendon realisht. Dhe siç e di. Po. Shqipëria ka këngëtar shumë të mirë. Sot në këtë moment. Ka instrumentistë shumë të mirë. Nuk ka drejtuesa shumë të mirë. Nuk e menaxhojnë mirë gjën. Sepse nuk mund të lihen në stol të rezervave tani Sandri Gjoka, Aurela, Juliana Pasho, Alban Skënderaj. Mendoj që prap janë në qendër të vëmendjes, a? Janë në qendër të vëmendjes, po janë çik të lodhur me këto shturje të tjera të muzikës shqiptare, me saliret dhe me... Okej, pra, kur thua shturje, për çfarë ke fjalën konkretisht? Çfarë të bezdis ty më shumë tek muzika sot? Edhe si dëgjues, po nga ana tjetër edhe se dikush që e njeh muzikën. E prishën serenatën. E prishën muzikën vlonjate, prishën muzikën shkodrane. Të gjitha i prishën. Cili është sot artisti që vlerësohet shumë nga publiku, po ti mendon që ky vlerësimi është i pamerituar edhe i tepërt? Ti përmendë emrat. Jo, ti përmendë ata të mëdhenjt, po ne po pyesim dhe që i dua shumë. Po, jo, Jo vetëm se janë të mëdhenj. Viola po thot dhe Julianën, dhe Aurelën, absolutisht. dhe Alban Skënderin, dhe Sandri Gjokën, dhe Redon Makashin, dhe Altinin, dhe Kepën, dhe Erin. Unë i dua shumë dhe i vlerësoj. Janë muzikantë të vërtet, jo të gënjeshtë. E diti që Sheva. Bledi bën emision këtu apo jo? Këtu ne. E përshëndesim. Ne e takojmë edhe këtu Gjanën, po. Po Bledi përveç se është muzikant, i shkëlqyer, por është njeri shumë. Është i jashtëzakonshëm, është i jashtëzakonshëm. I shkëlqyer. Është i jashtëzakonshëm. A vlen artisti pa qenë njëri mirë, a është dot artist? Nuk bëhet dot. Si do bëhet? S'ka mundësi fare. Shtë çdo lloj. Në fakt Viola e kishte fjalën kush janë disa emra ose ndonjë emër që ti mendon që e ka të pamerituar. Jo për ata që thet janë të mëdhenjt. Po them për këta që janë
që e kanë ndoshta më të vlerësuar se ç'duhet ose të pamerituar, nuk e di. Si e mendon ti? Jo, nuk di të shaj, njeri. Si jam racist ajo gjë dhe Po ja, ky i Sariles për shembull, nuk duket zhurmë e madhe. ata ta shikojnë vet, ta kuptojnë vet. Se cili e merr mesazhin thua? Po. E merr mesazhin që Nuk është mirë ashtu që. Unë të thash ata që dua, edhe i dua me gjithë shpirt. Absolutisht. I falenderoj dhe le ta dëgjojnë këtë mesazh në qoftë se juve ja u përcjellni se pa dyshim që do ja u përcjellni. po patjetër. Me cilin do doje të bëje një bashkëpunim? Përveç meje. Jo, këtë e tutje vetëm me ty. Mendoje një emër. Që do doje të bëje një bashkëpunim, po themi të. Ose që e ke ti peng që do ta bësh një bashkëpunim, ke një projekt të bukur, nuk e di tash, ti e di më mirë këtë pjesë. Jo, mase Me Aleksandër Gjokën për shembull, do e bëje një bashkëpunim? kam kënduar me Sadrin. Ha, si jeni të dy në duet? Jo, nuk kam kënduar në vitet 83-84 te Ligjeni. Okej, jo, po them tani. Ti e ke njohur kur si njifte njeri. Edhe me Abaz Suzin, e me Sandrin, e me Dashnor Dashnor Dikon? Dikon, e me këndonim të gjithë bashkë te Ligjeni. Unë isha mund s'klu Parzani të dhe. Merrim kitarën e iknim te Ligjeni. Tani. Edhe do t'ja bëj këngën Sandrit Po. tash. E pra, Hajde, atë deshëm. Hajde tani, erdhi radha e këngës, hajde. Atë që kemi kënduar bashkë me Sandrin. Okej, shumë bukur. Je okay apo do të okej. Kesh më shumë hapësirë? Jo, shumë mirë. Okej. Kjo jetë s'po më shijon, diçka në zemër më mungon, të roj apo të vdes, se atë akoma o e pres. Çdo natë ri dhe mendoj, dhe syt e mi ushten me lot, në ëndër sa po të shikoj, grien për njerë dhe të këty vrapoj. Kaloj çdo ditë rrugës, ka parakat e tua, jam shumë i lumtur kur dëgjoj fjalën të tua. Kaloj çdo ditë rrugës, nga parakat e tua, jam shumë i lumtur kur dëgjoj fjalën të dua. Është natë, unë këndoj, ndoshta ti këndesh larg zërin tënd, unë e dëgjoj si me ngadalë. Por unë e di se ti po qan prap tani, zërin tënd unë e dëgjoj, e jona kjo dashuri dhe urendja ashtu me vrat, duke kërkuar po në për natë, dhe urendja ashtu me vrat, duke kërkuar po në për natë.
bravo, na kënaqe. Ej miq, ja ku jemi rikthyer në këtë pjesë të katërt edhe të fundit pasi shijuam muzikën e jashtëzakonshme të Robert Zguros edhe që më ka futur në një gjendje shpirtërore të papar sot personalisht besoj edhe Violën. Më ra sheqeri, hapa bono. Dhe një kur bie sheqeri ne e dim gjithmonë një croissant bono. Ose kaq na mban zëmra. Gjaxhi Berti, siç të thot Viola aty. Me notin si e? Shkëlqyer, me notin edhe me hedhjet, me saltrot. Mirë, se i tha Gjaxhi Berti do bëjmë gar noti kur takohemi në verë. Po me shumë mundësi ti ma merr mua. Ma merr sepse je peshmelet. Edhe je fizikisht më fit, kështu që. Ja. Po ma merr o buri do po ta them unë që ma merr. Se për hedhje ma merr, po them. Je shumë i vogël ti nga mua tek. Thua prapë, në not ma merr ti. Po në hedhje ma merr ti, kështu që do dalim barazim. Apo ja. Ore në not u marr unë që s'di fare. Ti na e merr se ty të lëm vet, nuk diskutohet ai. Ti e ke fituar ndeshjen. E ke fituar. Di. Po s'di aq mirë. Për çfarë do flasim tani? Na tregoj çik për atë jetën që bënin atëherë si të rinj në Tiranë me këngë. Këtu ku e lam nga liçeni me te sportist të favorizuar deri diku për kohën. Ishit në qendër të vëmendjes. Po, patjetër. Po shok me Sandër Kondon, me shtangistin. Çamë ke me Sandrin. Dilni Giron Tiranë, ç'a bënit? Ishte ç'a vitesh ishin ato? Giron Tiranë 80, 83, 84, 85. 83, 85 përpara se të vdiste diktatori. Po. Diktatori vdik në 85 në prill. 15 prill. 11. Ama çka ka menduar? Në 15 u varose. Çka ke menduar vërtet kur vdiq Enver Hoxha? Po vërtet. Se ti ke qenë rebel për mirë apo si? Do bëhet më mirë tha apo kush? Po Shqipëria, do të thënë situata, po do shkoj më mirë se kishte vajti çik varfëria, një çik gjëra kështu, e ke parasysh. Apo ti s'mendoje që kishte varfëri? Asnjëherë Shqipëria s'do bëhet mirë. Po pse o buri thot? Se kështu jemi të gatuar. Shqipëria s'u bë as me Skënderbeun. Si është ajo shprehje që e kemi ne? O ba lot të hëngër tënja se e ke të keqen brenda. Kështu është Viola. Ai Konica ishte ministër në parlamentin e Zogut. Dhe u çuan mes parlamentit. E thot Shqipëri të kam dherë, s'të kuptova dot një herë. Dhe kërciti dhe iku. Ashtu tha edhe Gjergj Fishta. Atë Fishta e tha ndryshe, ta marrvesh gjithë bota mbar që sot të tutjes jam mo shqiptar. Edhe kërciti dhe iku. Po ti u riktheve në Shqipëri, për shembull. Unë në Shqipëri kam qenë ndërkohë në shkëti. Se Greqia ç'a është? Nuk është Shqipëri. 80% janë shqiptar, janë rovarintas. E vërtet. Në Shqipëri kam qenë ndërkohë. Megjithatë ti shiko, nuk më dukesh se je shumë pesimist. Shiko, muzika, angazhimi artistik, fakti që je i palodhur, këndon e nuk rresht, mua më lë të kuptoj që nuk je pesimist. Pesimist nuk jam i malluar për muzikën e bukur shqiptare. Kam mall për muzikën e bukur shqiptare të këndojnë shqip. Ti lën o mamica. Pa na nxorë nga shinat. Këto drejtë. Patjetër mort. Pak tekstet bukura shqiptare. E vërtetë. E po mirë tani se do bëjnë edhe çik këngë komerciale. Do tunden në një çike, për shembull. Çfarë kuptimi, çfarë përcjell ajo këngë? Mamicën unë nuk e di ç'është një herë. Po shiko. Del Çilieta dhe këndon o ti mamica ku shkon me ato cica. Jo, nuk është Çilieta. Ka qenë Çilieta kjo, po ka pas. Është një korçar tjetër që ne e përshëndesim. Kali Harunin mos gaboj. Po. Çfarë i përcjell ti? Rinis shqiptare. Po një këngë ka tekste shumë të bukura. Gallat. Siç është ajo, nëse ka mbetur zemra ime brenda teje si dikur nga dashuria. I përcjell diçka. Emocionon. Si ku diun? Sa e bukur jeti moj qene,
Ku di? Ne ka lezetin e vetë edhe kjo. Ka lezetin e vetë. Ç'është kjo? Ç'a lezeti kam? Të keqem vaj. Dashuria për gëdhelet mondial nuk. Sa e bukur, e bukur. Çfarë është dashuria për ty? Unë për shembull që jam 26 vjeç tani, do doja vërtet të dëgjoja nga ty, që i ke kaluar besoj gjitha në jetë, se si e koncepton dashurinë. Dashuria është një lule që duhet ta përgëdhesh aq avash, se është shumë delikate, dhe ti këndosh aq bukur, se mua më kanë shumica e të dashurave më kanë dashur nga kjo këtu. Nga kjo muzika këtu. Nga gitara. Dhe nga përgdheljet që unë kam bërë. Ke qenë romantik. Qartazi ti vazhdon një romantik? Po, Qartazi. quhet ndryshe dashuri. Nuk quhet ndryshe dashuri. Atëri quhet urrëtie. Po ti bërtasesh, po të pshash një femër, po ta qellosh një femër. Po. Sa sakrificat është dashur të bësh në këtë jetë? Mendova se the për një femër. Edhe Jo. për një femër mund ta përfshijmë, se jo. Po, shumë herë. 2-3 herë, 4 herë. Për shembull sakrificë. Çfarë quhet sakrificë? Do dal Partizan në mal. Po ti ishte e nevojshme. Në mal nuk del dot, por detin e dashurisë me këngë mund ta kalosh. Po, Me këngë, jo me këmbë. Wow, për romantike dhe goni. E shef ç'a më bëre, më bëre edhe mua romantike. Kupton ç'a më bëre apo jo? një medalje ari Spartakiadën e vitit 84 në Shkodër. Unë e mora për një shokjen time, për të dashur. Ja dhe asaj? Po, Pra ja kishe premtuar që unë do marr medalje. medalje ari, po. Ua, sa bukur. Edhe pa emra, ishte gjimnaste dhe ajo, kampione, në klub Partizanit. Ishim shok të mirë, duheshim, edhe Po ku ka më bukur? Po kjo ku që ka më sakrifica. bukur? E bukur kjo. Po shumë e bukur, jo me gjithmonë shumë e bukur. E hoqja medalje nga qafa ime dhe ja fala. Bëu dhe ti vitin tjetër i thash kampione. Po ti je pasove. kampionja e zemrës time. Fantastike. E bukur, e bukur. Shumë e bukur, megjithatë. Ora kam pasur vlerë Shumë e gjëre. bukur, shumë e bukur. E më ur miqi kam mbyll këtë punën se po do dëgjonin Bertin, rob lart e poshtë nuk do ma varnin më, e kupton? Po shqyri kam mbyll këtë punë o Berti. Si ishe këto marrëdhëniet e dashurisë mes të rinjve sot? I kanë humbur ato vlerat e emocioneve, këtyre gjërave që vërtet bëjnë sens, sot flasin për goca që i duan çunat me lek, e gjëra të tilla si këto që i dëgjojmë kurdoherë. Po që në momentin që është pirshur arti dhe sporti, të gjitha kanë humbur. Dhe edhe ajo ka humbur, dhe ajo vlerë ka humbur. E vërtet është. Ku e shet ti Shqipërinë pas Dhe unë 10 viteve? për Prandaj shembull? unë ndjeva kaq mirë këtu sot, sepse dashuria nuk është vetëm që të duhet një mashkull me një Po, femër. patjetër. Jo, sigurisht. Njeriu dashuron dhe pemën, dashuron dhe detin, dashuron dhe malin, dashuron dhe ato që ai ka dëshirë, kitarën, patinazhin, akullin. Por Nëse do t'i vendosje një emër, pra do t'i jepi një rol njerëzor kitarës në jetën tënde. Çfarë do ishte për ty kitara? është ajo, ç'a tjetë më. I ke vendosur emër apo thjesht si e quan ti se besoj është Se dashuri. ka nga ata që quajnë jo gruaja, jo dashnorja, jo mike më e mirë. Okej. Është ajo, unë me atë fle. Me atë fle vërtet? Okej. E vëdhe atje. Te ajo, edhe mbaj kështu, gushe. Ja, këtë s'besoj që e bën, apo e bën vërtet? Po tjetër. Fle me kitaren. Ua, Ua. si ua. Ne o fle me kitarën. Se duket kaq i Ka ndonjë pasur. gjithë keqe? Më nga që unë kam jam fle, hapem si yll kur fle dhe nuk e perceptoj dot që të më zën hapësirën. Nuk do mundesha do ta pranoja. Po ti je yll edhe kur nuk hapesh, jo kur hapesh. Ua, more gon, po të shke më rego sa Ai i njëri e bërë. more Berti se ç'a më bëre apo jo. Më bëre edhe mua romantik sot. Ja, më ndikove me serenadat e tua me Jo, gjitha. unë gjeta një ambient kaq të bukur sot këtu. Unë s'kam qenë asnjë në për studio. Ëh?
Jam vetëm live të rjetën time. Pastaj as kjo është studio, se këtu live jemi. Po, Së studio kjo, unë s'kam vën kufje në vesh, s'kam vën kompjuter që të këndoj. Jam live, me kitarën time dhe kaq. Të kap ndonjëherë frika mos të lë zëri. Jo, Ja, s'ka kap frika kur për këtë? jo. Nga e diti që do ta kesh zërin gjithmonë mirë. Po e di se më ka dhënë ai lart. Po jo, se ka raste nga ti këndon shumë, unë kam parë. Jo, ai më thot prap që vazhdo. Jo, po të them këtë që unë të kam parë një mbrëmje ne ashtu edhe jemi njohur me Xhaxhi Bertin. Patjetër. Edhe thash personazh i tillë patjetër duhet të ketë hapësirën e vet mediatike. Po të pash që ti nuk pije fare ujë pas këngëve. Fare. Jo. Po si a del? As Nuk merja dhe lodhen fre. këto të shkret akorda. Po kur ti jep zoti çati them zotit, pse mi dhe? kjo është përgjigje me saktë pyetjes. Ora mi ka dhënë apo? Mi ka dhënë çati them unë aty. Që ka problemi jo që na lodhet. Kështu që Faleminderit. dhe kjo është e vërteta, po. Kjo është e vërteta. Cila është fitoria më e madhe në jetë? E jotja. Po, sporti dominoi çik më shumë te mua. Po, dhe çmimet e para në Festival Pionerëve mua më pëlqyen shumë, sepse ishin napat e para të mjet. Edhe çmimi i parë me Anita Bitrin me këngën Artimie të Bora më pëlqeu shumë. Dhe gjeniu i madh tani, se tani në pleqëri të pëlqejnë më shumë. E vërtetë është. Që të fitosh vendin e parë të gjeniu i madh është çik. Se aty kishte këngëtar shumë të mirë. Po, Berti, për këtë do të pyesja. Kishte këngëtar të mirë atje? Me thënë të drejtën, unë nuk e kam ndjekur, që të jemi sinqert. Kishte shumë të mirë, jo të mirë. Kishte të mirë. Pra kishte konkurrencë të fortë. Po. Që edhe këngëtar që ti vlerësoje vërtet. Ishin 50 këngëtar. Po. Ishin dalë me 5 grupe. Po. Nga 10 veta. Ke 13 javë koncert. E 13 javë janë 3 muaj. 3 muaj e pak. E po. pak. Po. Lodhje, provat e në 2 natës. Për ditë. Po, Për do di. bëj provat. Ti ishe në Tiranë gjithë atyre 3 muajve? Te Ria te Motra. Po. Te kjo i dori sot. Po, po. Te Doloreza. Sa e mëri bukur? Është besoj ajo motra që Jo. nuk është ajo që na tregove historinë apo jo. Kjo Ai më shumë i bukur. Doloreza ka qenë kampione e gjimnastikës, gjimnaste, mjeshtre merituar e sportit. Sot është 72 vjeçe dhe idhet akoma nga Kalaja në Vlorë me saltron. 72 vjeçe plak. Ç'a thua? Edhe unë ere parë që kam patur frikë ka qenë që t'idhem në Kalaja. U hodha nga Sedra, nga Inati. E po se ju vlonjatës, tani e bërë vlonjat me kaq vite sa ke jetuar aty. E keni çik të U hodha 15 vjeçe. Se idhe jo. Tash nga Kalaja ku? Nga te Kalaja poshtë kur fillon zbret, pas zbritur. Kjo 25 vjeçe. Unë 15, të idhet kjo dhe mos ide mund të është. Pa ju është gjymnast, është dinte. Si ide, si Po, binte. dinte ishte stërvitur, po. E këpus një unë të ke qenë vla jotë. Po du me rash shumë e këtë. Oh, po. Bravo. Çat veri. Mundzi krahërori E di. komplet, mundzi gjokë sekond. Ja, edhe unë e bëra njërat gaf edhe rash me këmbë hapur. Ja, unë se kam provë. Pastaj vajta mbas 3 muajsh prap, vajta në fund të shtatorit, vajta prap, se ke qershor. Vajta në shtator prap. U hodha dhe nuk rash me gjokë, se rash bukur, rash në A, këmbë. resi që duhet. Po, ju që jetoni në Vlorë gjithë vitin, deri kur e vazhdoni plazhin? Në Vlorë në ato vite bëj plazh, dhe në 10 orë bëj plazh. Po tani, Ka më që bëjnë edhe në 10 orë dhe në ka, po më pak janë. Ka shumë pak. Më pak janë. Për tani, kanë ndryshuar kohërat janë. jemi Ka për pas, më delikat, në? Patjetër. Ushqimet janë cop-cop. S'ke ushqime bio. Po a njerëzit sanduiça dhe E vërtetë është. shumë vllaqe. Sa jetë ke jetuar deri tani? Sa jetë të duket ty se ke jetuar? Unë di se sa do jetoj akoma. Nuk di se sa kam jetuar. Se sa kam jetuar, si bajmënd, ikën. Ke bën më njeriu plane pasi kalon një moshë të caktuar, pra në moshën që ti je tani.
a vazhdon akoma të kesh ambicie, plane, dëshira për karrierë, projekte të ardhshme, apo thjesht stopon edhe fillon të pranoj kjo është jeta ime, unë do jetoj kështu siç jam. Patjetër. E the shumë bukur. Unë do ta bëj jetën siç më vjen përpara, pa plane. Po bëre plane pengohesh rrugës. Je ke eksperiencë të jetuar këtë, po bëre plane pengohesh rrugës? Po, patjetër që pengohesh. Cili është momenti më i vështirë? Jam penguar shumë herë. Jam gjetur lart, kam rënë prap poshtë, jam gjetur prap. Tani Po cilin do e do rinë ka 2 tash. Mos u gjith shumë lart. mirë do e bësh. Nga këto momente, cilin do vlerësoje ti si më të vështirin? Po, e dua një përgjigje te kjo. E dua se ndoshta i shërben dikujt tjetër që mund të jetë duke kaluar një situatë të ngjashme. Tani, çdo njeri bën si di vet. E para. Edhe kjo është kreta emocion apo dëshira apo shpresat për jetën. Janë këtu brenda dhe lindin vet. Nuk s'mund ti s'ka llogari, s'ka matematika aty. Aty ka zemër, shpirt. Unë më duket se këtë po e bëj akoma, po vazhdoj po e bëj akoma këtë gjë. Këtu jap njerëzve diçka. Si do dohet kujtoni njerëzit? Ashtu si unë ndjej. Ti çfarë ndjen për shembull që njerëzit mendojnë për ty? Këndoj në një lokal që ka 200 veta, 250 veta dhe shikoj nga të parin, nga fëmia i vogël 5 vjeç deri te nëna 70 vjeçe. I shikoj gjithë në sy kur këndoj. A ja u përcjellon atë që duan ata? Dhe çfarë? Dhe kur në fund ata çohen në këmbë dhe më duar trokasin dhe më japin një 50 euro apo 20 euro sa sipas mundësive të tyre, se dikush i pasur, dikush i varfër. Kjo do të thotë që më vlerësojnë. Patjetër. I marr ata fëmijët e vegjël, i mbledh këtu 5 këtej dhe 5 këtej dhe këndoj mos ja prishni ëndrat janë të vegjël shumë. Është bukur mos t'ia prisësh ëndrat. Dhe ti vjen nga një fëmijëri që deri diku ti kanë prishur ëndrat apo? Jo, më jap, përgëdhelem dhe çik vetëm se. S'më ka prishur ëndrat njëri. Qëndra, unë qa doja realizova në jetën time. Ka kollaj ti është 13 herë kampioni i vendit. E pra. Sport, s'është kollaj. Ëndër që u realizua. Ishte ëndër, si ishte ëndër, unë se doja, po, ja kjo bëra. Për muzikën e kisha unë. I mbajta që këmëri 2 vëzërve, që më quan të beja mundje, të mi bëni veshët shu, si ariu. I që pun kësha, unë isha këtu. Kjo më ka ngellu pishme. E pra, po tek ajo e kisha edhe unë. Jo te gitarja, më shumë te pianoa. Te pianoja. Te pianoa. Po. Çfarë më thënë kjo? Gitarën e mësova pa shkollë, pa. Pse i ke mësuar ti biesh pianos? Po. Por pastaj nuk Pa e ke. shkollë. Po. Po, nuk më qua në shkollë. Më bën mundës. Të këndoj një edhe të bukur dhe ta mbyllim. Një sekond. Do këndojmë, po prit. Biletën. Po, prit. Dgjoj, e para një herë do t'jap këtë biletën e Cineplexit. Po. Nuk e di ti shef filma, nuk shef filma, si e ke muhabetin me filmat. Kot, shef filmat i në kinema? Gjithë jetën time mund të kem parë mbi 3000 filma Po ti shif ke filma, valla, pse s'tu? dhe 2000 romane. Po ti shif, po kjo. Nga Viktor Hugo, nga Balzacu, nga Tolstoi. Kështu që kur të ketë ndonjë film që do ta shohësh, Tchaikovsky, po. kur të ketë ndonjë film që do ta shohësh, do vesh në Cineplex, Po? do tregosh këtë biletën, shko me këtë duash ti, se kjo është bilet dyshe. Po? Ja edhe sot për shembull, Dhe? me motrën mund ta marrësh Dhe të shohësh një film çat të duash ti, çfarë do ketë në kinema, Po. atë kohë që do vesh ti. E shikon me këtë? Po, është pa kohë. Dhe është bilet dyshe, kështu që ta gëzosh, është dhurata nga ne dhe nga Cineplex. Faleminderit keqen. Mos e haro, ë? Shumë Dhe faleminderit. Tani një sekond. për ta mbyllur, Mos e haro, futen në xhep, të lutem, se bën vaki që mund na haron ndonjëri këtu. Jo. çdo më thoje. Unë doja të të pyesja, Viola si këndon? Më thënë, e kuptoj, po... Ta thash ke pari. Aha. Uj, ku po dinte vujtjet e ti. A...
Po të Gjiberti, po atë ditë I kisha pirë një 3 gota unë. Po merë ti japi në ja 3 tani. Çdo të thotë kjo? Prandaj këndoja bukur. Çdo të thotë kjo? Po unë pa pirë një çik nuk këndoj dot. Të veja I voglit të na marri 2 gota ti pirë. Do vesh na marrë të ke një çashi përti? Po mirë. Ik me na 5 bira për poshtë na ti lekë të çashi përti. Të Gjiberti se bëjmë shaka. Tani ne duam një këngë për ta mbyllur. Zgjidhe ti se cilën dhe do ta shijojmë të gjithë së bashku. Nuk e di çfarë do të bësh kur në dasëm do të vi. Ti e veshur me të bardha kurse unë kostum të zi. Një letër ajo dërgoj që ta qaj unë këtë nat. 2-3 fjallë ajo mi shkroj, mos preso më haro. Di se çdo të sjell do të sjell një medaljon që dikur ti ma pa të fënu e ja mere jepja ti që ke në krah. Eja mere jepja ti që ke në krah. Kinotekën sot, drita në çdo sken 120 minuta mendime që s'flen. Nga filmit e libri, magjia që bashkon